i kemi ndarë buxhet më shumë se 2 fish. Është mbledhja numër 174. Edhe atë po e Ky takim i Mërkurës i qeverisë Kurti ishte një ditë para se ajo të mbush 32 muaj në pushtet. Kur kanë kaluar 2/3 e mandatit të tij si kryeministër, Albin Kurti njoftoi kabinetin qeveritar me të arriturat që ky vlerëson se u bën gjatë kësaj kohe. Brenda 100 ditëve të para të qeverisjes sonë siguruam mbi 2 milion vaksina. Mbështetëm studentët, familjet në nevojë, pensionistët e zyrtarët publik. Vaksinat e shtesat nga monitoruesit e ekzekutivit po thuhet se ju imponuan Kurtit nga situata, por përmendja e tyre për ta vjen edhe si mungesë e projekteve madhore. Ministrit thuajse mbi 100 milion euro i kanë të pa planifikuara. Ndërsa kemi për shembull Ministrinë e Shëndetësisë, e cila nga 10 tender të planifikuar ka arritur që të inicoj vetëm një. Për planifikime shtërp gjatë 3 vjetësh, qeverinë po e kritikon edhe një politolog. Skema sociale të cilat nuk janë shumë që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik, ngritjen e GDP-s dhe projekteve kapitalit. Nuk kemi pasur që ende as autostrada e Gjelanit as kjo për PDJ që janë përfunduar. Zotimet për të cilat Kurti tha se kanë fituar mund të përmbushen vetëm edhe gjatë 2024-s, që njëherësh është edhe viti i fundit i këtij mandati.